Administrata tatimore realizoi disa kontrole në zbatim të planit operacional në sektorin e ndërtimit, teksa identifikoi shkelje të rënda të legjislacionit tatimor, praktika të qëllimshme që agjencitë imobiliare apo subjektet ndërtuese aplikojnë me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore, si dhe parregullsi në deklarim dhe në dokumentin e aktivitetit ekonomik. Zero tolerancë ndaj informalitetit në ndërtim, thot Drejtoria Rajonale e Tatimeve në Vlorë, teksa administrata tatimore ka ushtruar kontrole në agjencitë imobiliare më të mëdha në vend, përfshiktu edhe Vlorën, duke evidentuar punonjës të padeklaruar, paga jo reale, mungesë faturimi dhe evazion tatimor në shitjen e apartamenteve. Aksioni sipas Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Vlorë do të vijojë pa tolerancë e kompromis, ndërsa u bën thirrje të gjithë tatim-paguesve në fushën e ndërtimit dhe agjencive imobiliare të deklarojnë pagat reale për të shmangur masat administrative dhe penale. Administrata tatimore ka zhvilluar një aksion kundër evazionit fiskal në tregun imobiliar dhe subjektet ndërtuese në Vlorë. Shitje të padeklaruara, përdorimi i dokumentacionit jo tatimor dhe mos përputhje theksuar financiare me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore. Ky aksion do të vijojë edhe në vijim. Në kuadër të planit sektorial, pas më shumë se një muaj informim dhe njoftimesh për deklarimin e pagave reale, administrata tatimore nisi më 16 janar kontrollet në teren ndaj subjekteve me risk për nëndeklarim pagash. Radha i ka ardhur edhe Vlorës gjatë këtyre ditëve të shkurtit, ndërsa kontrollet po fokusohen në subjekte të cilat kanë paga më të ulta se pagat indikative sipas profesioneve, me synim mbrojtjen e kontributeve shoqërore dhe të drejtës për pension. Administrata tatimore Vlorë fton tatim-paguesit të reflektojnë dhe të deklarojnë sakt pagat për të shmangur kontrollet e thelluara dhe hetimet tatimore nga administrata tatimore. Shitje të padeklaruara, përdorimi i dokumentacionit të tatimor dhe mos përputhje të theksuara financiare me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore janë shkeljet që janë evidentuar në disa prej subjekteve në Vlorë, ndërsa administrata tatimore thot se do të vijojë kontrollet me qëllim formalizimin e pagave dhe rritjen e pensioneve për qytetarët.